Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës dhe Diasporas Shqiptare ka dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin për barazinë gjinore. Këtë të hënë përfaqësues të koalicionit dhe diasporës kanë dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesë padim prej afro 200 faqesh për anulimin e këtij ligji, i cili godet familjen dhe fëmijët. Përpara dorëzimit të kërkesës në gjykatë, drejtues të koalicionit dhe diasporës kanë dhënë një deklaratë për mediat, duke artikuluar arsyet se pse ky ligj, tashmë i miratuar, duhet të hidhet poshtë nga gjykata kushtetuese. Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës ka ardhur sot përpara gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë për të prezantuar kërkesën tonë për pezullimin e më pas për shfuqizimin e ligjit famkeq, kriminal, të quajtur ligji për barazinë gjinore. Ky ligj është ligji anti-njeri, anti-familje, anti-zot, anti-liri. Ekstremi i majt sjell këtë ligj në Shqipëri me synimin e vetëm për të shkatruar familjen. Ne jemi besim plot që për 1001 arsye ky ligj duhet shfuqizohet në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Unë dua t'ju bëj apel prindërve, ne po bëjmë pjesën ligjore, po prindrit duhet të bëjmë pjesën e tyre si mbrojtës të fëmijëve të tyre, të jenë alert nëpër shkolla, sepse tani me legalizimin e këtij ligji, ata mund të shkojnë nëpër shkolla dhe nuk i ndalojmë dot më për të genderizuar fëmijët tuaj, për të seksualizuar fëmijët tuaj. Ka dy hapa, dy kërkesa që ne kemi në fakt këtu në gjykatën kushtetuese. E para që ligji të pezullohet menjëherë, të mos hyjë në veprim, dhe e dyta pastaj të shqyrtohet në përmbajtje. Si një organizatë që e fitoi të drejtën e votës diasporës fal vendimit të gjykatës kushtetuese pro nesh, ne kemi bindjen se dhe ky ligj famkeq do anullohet nga gjykata kushtetuese pikërisht për të mbrojtur familjen shqiptare. Ligji për barazinë gjinore u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më datë 6 nëntor 2025, ku 77 deputet votuan pro, 36 votuan kundër, ndërsa 22 deputet abstenuan.